pi. Por vetë i pandehur Beleri ju e keni marrë disa herë në pyetje në atë kohë dhe si thash më lart i komunikut edhe akuzën. Si reagonte ai, çfarë deklaronte, apo vazhdonte me ato arsyetimet e nuk kam qenë në territorin shqiptar? Ne pasi morëm persona të pandehur, normalisht si procedura e parashikon, i morëm ata dhe në pyetje si persona që janë të pandehur në praninë të mbrojtësve të tyre ligjor. Për rastin konkret që ju thoni, për këtë person, unë personalisht kam patur 2 seanca me këtë person për të pyetur si pandehur. Rreth 30-40 minuta ne kemi harxuar kohën vetëm për të përcaktuar generalitetet në proces verbalin e marrjes në pyetje të personit. Pasi kishte shumë emra, Dimitris, Diomitris, Alfred, Alfredis, dhe mbi të gjitha ngesnim tek mënyra se si do të identifikoj komësia, shtetësia, çfarë dokumenti do të paraqitej, më kujtohet mirë do paraqitet pasaporta greke apo të letë njoftimi ose karta e identitetit shqiptar. Këto ishin elemente parë, të cilat e pash që e bënin të vështirë në formën e bashkëpunimit personit, pavarësisht të gjitha drejtave që ka një pandehur që mos flas fare. Kurse alibia që ngrinte, ne mendonim që i kishim të rrëzuar me indicjet tona, ai pretendonte që kishte qenë diku tjetër në kohën e kryerjes së ngjarjes, pretendonte për në Qipro kishte qenë dhe e gjithë diskursi i marrjes në pyetje këtij personi si të pandehur rrotulloi vetëm në dëshirën e tij për të bërë një politikë etnike më shumë se sa për të dhënë një lloj shpjegimi më të qartë mbi faktin penal që i atribuoi. Mbaj mend që pasi mbaronte pyetjen mbasi mbaroi seancën e pyetjes, ky u bashkua pastaj edhe me një kryetarin e Partisë për Drejtat e Njeriut, Vangel Dule, dhe Tajgardi që është bërë i famshëm sot kur rrin tër gazetarët, ata e inauguruan dhe në konferencën e parë të përshtyp duke sulmuar godinën e qelçt. Jo po na e kanë bërë politikisht, jo po na kanë sulmuar se ne jemi kështu, e jemi ashtu, të gjithë këto element të cilat siç duket, ai gardh u bë pasaj gardhi ku nga aty do sulmoheshe më tej dhe Spaku dhe prokuroria e posaçme dhe gjykata e posaçme.